Qëre, unë nuk jam në sens në politik, e di që edhe kur kom postu për zgjedhjet e fundit, ku pos për aty në komenteve që më kanë thonë shumë keq që hinë politike, më krasëshin edhe me disa kolegë tjerë që janë hinë politike, tash janë me tas me politika, as me kësi. Me kandidu për asamble nuk e shë diçka shumë politike, ose politike ronë, me thonë. Asambleja është e lehtë edhe nuk është që në asamble ti pritet me bo naj legj, naj diçka. Aty kryesisht është kime votu naj projekt, naj qësi. Kështu që nuk kam ambicje më marrë me politikë. Arsye pse në fut, me thonë drejten kanë qenë pikrisht kryetari Lladrovci, kum pas dëshirë mi u bo krah, kum pa që është ma adekuati në këtë zgjedhje për kryetar komunën Drenas, edhe kum vendos mi u bashkangjit, edhe me ndihmu aq sa une ka mundësi. Pra, sipas jush është meritor Lladrovci me vazhdu +4. Është shumë meritor, unë nuk e kam njoft shumë ma herët zotin Lladrovci, personalisht e kam fjallën, se kështu se jamën normalisht që e kam njoft, po personalisht, privatisht nuk e kam njoft shumë. Kur kam fillu me njoft shumë, jam bind që i me të vërtet e meritan me konë të paktën edhe këtë mandat, edhe për këtë arsye edhe jo më afru me ndihmu. Tash jeni jashtë politikës, do më thonë. Qatë pjesë gjatë fushatës, keni qenë pjesë e politikës, tash e keni lanë anash, apo? Po. Une edhe gjatë kohës sa ka qenë zgjedhjet, unë nuk është që jem marrë me gjona tjera, nuk jem marrë, kryesisht i kom ik ofendime, i kom ik nuk më dasht me folë për asnjë kandidat, Ka qenë një fushat ndryshe në raport me tjerë, që është dinë? Po, unë e kom dasht thjesht me promovu kryetarin, me promovu idetë që i këna folë me kryetarin për 4 vjetë e ashme, kryesisht këna folë për idetë që mu më takojnë, nga ona kulturës, rinis edhe sportit. Nuk është që në kom folë me kryetarin për leje ndërtime e këtu, se nuk është që marrë veshën në atë pjesë, nuk jam adekuat. Edhe ku mundu që mos më ofendu kërkan, mos me përmen individ caktum, gjithë se cili e ka mendimin e vetë, e ka punën e vetë, edhe tash kanë përfundu zgjedhje, tash vazhdojna jeta, edhe jam këthy tash me serial më marrë aktivisht.